po e më martu më bro. Pavarësisht se e kam burg, po e më martu më. Se nga burgut manaj? Po. Dite herë mos ka një shok për mu. Dega! Po qanë zorën të Gjovan Calu dime, qa kishit e të story o tije, Gucci e, ku t'i gjohë? Ai Gucci është mërzit me mua o zemër. Pse është mërzit? Jo, nuk vejta, se kam fol me ta, harrova jam për tu. Gjojqi, Gucci ti thoshte s'kam burë, po mirë më vlaj, se femër është këtë shofi interesat e vetë. Qa lidhe ka, e pa që ka fan Gucci, e ka pëshon këtu. Së është bukallaç Gjovana. Jo, me Gucci jemi shok, ne, mërë, e kam shumë të njerë. Gjovana, për zotin se unë e njoh personalisht është një nga gocat më të zgjura që keni njoh në herë ju. S'din gjak, ta entrash një i bëjmë lollu këtu. Që ta kuptoni ju, Gucci, e Gjovan, Gucci është bipolar. Po ti tash. Gucci është shumë djalë i mirë, unë kam shumë respekt për te. Ama unë e shoh si shoh. Po, nuk pa jedhin poshtë. Është shumë i mirë, po duket se ta bëj për të marr shpifën këto komentet. Gucci është shumë bipolar. Është bipolar ajo. Ç'a mendon ti? Gucci ka të vetë, vëllai, sot është mirë, nesër kthen blog. Po them pra, Gucci më duket se ka ndryshim personaliteti. E shef kështu ka mam tash. Ti heruj ai. Gjithsesi mos ta përmendni përderisa nuk është live, se s'kam qef më përmend njerëzit që s'janë live. Ne po e shajmër, po bëjmë mohabet me që nisi tema e martuar. E di, po nuk kam qef, o grejt thua mirë. Kam Tarzanin tim unë. Tarzan, ku je ti shpirë? Do të zesh Tarzanin tash, po ky ka lek. Nuk e di se njoh zemra. Për Tarzanin TikTok. Tarzani, një Tarzan këtu në TikTok që dele gjumë. Ai është biliarder. Na,